Përshëndetje miq, le të fillojmë me parashikimin e yjeve për ditën e diel, 5 prill 2026. Horoskopi për shenjën e Dashit. Dashi, ti je plot me energji këtë javë. Do të ndjesh sikur ke pirë 10 kafe rresht. Dielli dhe Jupiteri bëjnë pak nazë, po kush pyet për ta kur ti je në lojë? Mund të duket sikur gjithë bota po ecën ngadalë me ritmin e breshkës, ndërsa ti do të fluturosh. Çfarë do të ndodhë në këtë ditë? Do të rregullosh gjërat në shtëpi si me magji, por bëj kujdes, mos i beso fjalëve të bukurave dhe premtimeve boshe të tjerëve. Ti e di vetë rrugën tënde. Le të kalojmë tani tek shenja e dytë, tek Demi. I dashur Dem, ti je nga ato tipa që e mban tokën mbi supe. Jupiteri ka vendosur të bëjë disa dhurata mendore, ndërsa dielli të thotë, ulu dhe pusho pak se e meriton. Do të jesh njeriu më i kërkuar i lagjes. Çfarë mund të ndodhë? Do të gjesh një zgjidhje për një problem që të ka ngrënë kokën. Por bëj kujdes. Mos harxho me shpenzime të kota të panevojitura. Ruaj paratë për fitoren e madhe që do të vijë. Vazhdojmë me shenjën e Binjakëve. Në datën 5 mund të ndodhë diçka që do t'ju bëjë të ndiheni sikur jeni ai që keni botën në dorë. Bashkimi i diellit me Jupiterin do t'ju rrisë vlerën sikur të ishit një flori i pastër. Por duhet të keni parasysh se paraja do t'ju digjet në duar, do të vijë një dëshirë e çmendur për të shpenzuar, sikur keni gjetur thesarin e Alipashës. Por bëni kujdes, mos i shpenzoni shumë para. Zemra juaj është kaq e mirë sot sa ndoshta dhe mund të premtoni njerëzve hënën në dorë, por mos u rrëmbe. Premtoj vetëm atë që ke mundësi të bësh. Sot do të shihni gjëra që të tjerët as nuk i ëndërrojnë dot. Jeni në kulmin tuaj. Kalojmë tek Gaforja. E dashur Gafore, do të ndihesh sikur ke një forcë që të vlon në gjak. Bota mundohet të të vërë ca rregulla të kota, por ja çfarë thojnë yjet, dielli dhe Jupiteri po bën sherr sot, por kjo do të thotë që ti të ndihesh sikur ke një energji për të rrotulluar globin, por dikush do të thotë ndalo, mos u nxe. Ti je si ujë i detit, nuk ka dikë që të mban ty kur merr hovë. Do të kesh dhe një dëshirë të madhe për të bërë gjëra gjigande, të premtosh botën ose të shpenzosh sikur ke miliona në xhep. Por tregohu pak i zgjuar. Premto më pak, por bëj më shumë. Sot nuk është dita për t'i rënë murit me kokë, bëj sikur nuk i dëgjon thashethemet e njerëzve. Kalojmë tek shenja e Luanit. I dashur Luan, mbaje kurorën fort, se sot yjet do t'ju vjen pak në provë dhe ti ndoshta do të dalësh fitimtar si gjithmonë. Do të duket sikur ke 1000 gjëra për të bërë që nuk të pëlqejnë, vetëm për të penguar ato që do ti vërtet. Por dëgjoj këtu, mos lejoj që mërzitja apo rutina të bëjnë që ti të bësh gabime. Qëndro i përqendruar dhe ti i bën pluhur e hi të gjithë pengesat. Do të kesh një dëshirë të madhe për të prishur para. Sot do të jesh në qendër të vëmendjes të miqve tuaj. Kalojmë tek shenja e Virgjëreshës. E dashur Virgjëresh, përgatitu dhe mbaj lapsin në dorë. Yjet kanë vendosur të të vënë në provë, por ti do të dalësh më e fortë. Do të kesh një dëshirë, do të duash që jeta të ketë më shumë kuptim, më shumë zjarr dhe më shumë emocion. Por dëgjoj këtu, mos u hidh në det pa matur thellësinë, sepse sot syt ndoshta do të gënjen pak. Nëse ndihesh sikur po të mbyt puna dhe shtëpia, ulu dhe bëj një listë, mos i merr gjërat të gjitha përsipër. Ti je person dhe jo një ushtri. Mbaj dhe energji për veten. Pasim tani për Peshorën. E dashur Peshore, sot do të ndihesh pak si pa qetësi, sikur diçka të mungon. Por kjo nuk është gjë e keqe. Kjo ndjesi po të tregon se ku duhet të përmirësohesh.
Bëj kujdes mos u hidh me kokë në vendime të nxituara. Sot mendja mund të gënjej pak, ndaj merre pak avash. Gjithashtu do të kesh një dëshirë për të bërë shumë punë në të njëjtën kohë. Bëj kujdes se ti nuk je një bateri e plotë. Sot nuk është dita për të nisur luftra apo për të bërë ndryshime të mëdha. Bota po të tregon ca mundësi, por ato të vërtetat, ato që të pasurojnë dhe do të rrisin, janë duke ardhur. Thjesht bëj pak durim. Akrepi. I dashur akrep, ti njihesh si një shenjë e fortë dhe misterioze. Sot do të thyer zinxhiret e vjetër, çdo gjë që të ka mbajtur peng deri sot do të bëhet pluhur e hi. Dielli po të jep një shkëlqim që kjo i verbon disa njerëz. Çfarë mund të ndodhë? Mund të kesh një ide super të shkëlqyer që ndoshta nuk blihet as me para. Megjithatë, do të bësh pak kujdes për sa i përket pazareve. Ndoshta do kesh dëshirë të prishësh shumë, por më mirë pritë të nesërmen. Fati po të roket në derën tuaj. Ti je shefi, ndaj prite se të mirat po të vinë akrep. Kalojmë tek shigjetari, shpirti i festës. Shigjetari që bën natën ditë, mendja jote do të prodhoj disa shkëndija. Mund të lidhesh me njerëz që as nuk i mendoje. Je në qendër të vëmendjes dhe të gjithë po të shohin me zili. Çfarë do të ndodhë? Një bisedë e thjesht mund të kthehet në një mundësi të madhe. Një shok, një mik apo dhe një person që sapo e ke njohur mund të ndihmojë në këtë ide. Por ti duhet të kesh kujdes për nesër sepse nuk duhet të nxehesh me ato që kanë një ego të fryrë. Lëri të flasin, ti shiko punën tënde drejt suksesit. Në këtë mënyrë ti do të jesh i paarritshëm dhe do t'i lësh të tjerët pas. Kalojmë tek shenja e britsjapit. Britsjap, një shtyllë çeliku që i jep drejtim gjithçkaje. Edhe pse bota rrotull teje po bën pak rrëmuj, ti mbetesh i qetë, si një det pa val, pa dallg. Njerëzit do të vinë të kërkojnë disa këshilla. Çfarë do të ndodhë? Mund të marrësh një lajm që do të ngrej moralin në qiell. Do të gëzohesh. Por duhet të kesh kujdes në këtë ditë të mos merresh shumë me thashethemet e botës. Dikush mund të përshpërisë ose do të dëgjosh një lajm që ndoshta s'do të pëlqejë, por mbaje kokën lart, se ti je lindur për të qenë një lider. Sukses e britsjap. Ujori. I dashur ujor. Mendja jote ndriçon sot. Për ty nuk ka rregulla, sepse je ti ai që i krijon ato. Mund të kesh një frymëzim, të gjithë do të habiten. Ndoshta në rutinën e përditshme mund të ndihesh i lodhur, të duket sikur kjo rutinë po të vret, dhe ti kërkon të shpërthesh si vulkan, kërkon ndryshim. Po çfarë mund të ndodhë? Ti do të kesh dëshirë për të bërë këtë ndryshim që kërkon të ta lehtësojë jetën. Për sa i përket kujdesit që duhet të bësh këtë ditë, duhet të ruash atë sensin e humorit, se me buzëqeshjen tënde të bukur, ti arrin t'i mundësh të gjithë. Ti je e ardhmja, ndaj shiko përpara. Shenja e fundit, peshqit. Të dashur peshq. Intuita juaj sot është më e fortë se çdo radar. Ndoshta do të parandjeni disa gjëra përpara se të ndodhin. Edhe pse financat po lëkunden pak, mos bini në depresion dhe mos u bëni merak. Pak a shumë jeni të mbrojtur nga yjet. Çfarë mund të ndodhë? Do kuptosh se kush të do vërtet dhe kush po bën lojra me ty. Duhet të kesh pak kujdes, të mos nxitohesh të bësh blerje të shtrenjta sot. Prisni mbrëmjen kur çdo gjë do të lehtësohet, do të sqarohet. Ne ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar, suksese në punë dhe fat në dashuri. Shihemi në horoskopin e radhës.